një gjë që ai e përdor edhe që nuk është korrekte, thonë, ose di që është korrekte, që është korrekte në këtë aspekt, ka një pamja shkencore po flas. Po ai përdor bashkimin e disa fjalëve bashkë, shumë e me asnjë të përngjasuarën. Si Lazgushi. E me asnjë të përngjasuarën dhe me asnjë të përngjasuarën është një fjalë. Po. Dhe unë kam pas fatin ta njoh dhe të flas me të dhe ai lufton, ai këtë gjë e luftonte, thoshte kështu duhet të jetë. Nuk duhet të jetë ndryshe. Duhet të jetë sepse është një mbiemër. E me asnjë të përngjasuarën është një mbiemër. I me asnjë të krahasuarin është një mbiemër, thoshte ai. Kështu që kjo është marrëdhënie me shqipe. Unë besoj që është një mrekulli që t'jetë dënë dhurata t'jetosh edhe t'jetë dënë në Shqip. Ajo që është tragjike për mua është mënyra se si po sakatohet, po varfrohet, po përshënohet Shqipja edhe kjo me sa duket është një vuajtje për të gjitha gjuhët. Unë flisja me një profesor të gjuhës italian, edhe më thoshte që ai në fakt ishte në prag të pensionit, dhe se më tha, zi për dalë pension, se nuk mundem ta jetoj do të më nivelin e friction të italishtes të studentëve të sotëm. Pra ne duhet fillojmë nga fëmijët. Këtë po flisnim pak paraprakisht dhe duhet mbështetur më shumë arsimi, gjuha. Është shkutur i rusi deformues i komunikimit shpejt nëpër telefona, shkurtimet, heqja e për shembull shenjave të piksimit. Viktima e parë e gjuhës shqipe, jo sot, po e para që kur hyri kompjuteri i parë këtu në këtë vend është ë-ja. Edhe ç-ja. Edhe ç-ja. Dhe unë më kujtohet kur shkova në Ministrinë e Kulturës, unë vura një job për ata që i bënin shkresat pa ë, dhe unë nuk firmosja shkresa pa ë, pastaj u bë e tmerrshme sepse që në fakt te kompjuteri është shumë e thjeshtë, ti bën vetëm një manovër aty dhe ti tani kanë dalë dhe tastiera. Ti mund ta përdorësh ën edhe s'ka problem, por imagjino tani në celularët e në këto megjithëse ë-ja kanë dalë tastierat më është do shfaqet dhe zhduket sipas masës përdorimit, po është një katastrofë. Ka ardhur koha për një reformim kurrikular në arsimin e mesëm të lartë, sidomos në lëndët e gjuhës dhe letërsisë. Unë kam luftuar atëherë dhe i thosha gjuha shqipe duhet rri deri në universitet dhe duhet rri deri në fund. Kam thënë qysh atëherë që ne gjuhën shqipe duhet ta fusim në të gjitha radhët, në të gjitha nivelet e shkollimit, një dhe tjetë me detyrim. Dhe kush nuk flet shqip dhe kush nuk shuan shqip s'duhet marrë diplom fare as për asgjë tjetër.